Ne jemi vetëm forcë politike që kanë mbledhur me mira qytetar në mbështetje të drejtësisë. Edhe këta. Ne nuk mendojmë që drejtësia, jo, me mira, nuk është. Mirë, dakord. Nuk është e vërtetë. Ti gjithë jemi Të të parë. me mira, o Agron, kur mblitim ne me mira, ti s'ishe në politikë. Kur mblitim me mira. S'isha A Ylli, po tani ish. Po ku jeti me ata Ti nuk të mira? pëlqen serioziteti, nuk e kuptoj pse. Ku i ka ato mira ti? Për gjëra serioze ty nuk të pëlqen. Pano, e Asnjë dikush muaj, problemi dhe juaj, Pano, se ju... Ma këta ka luft me një tjetër, ne kemi luft me Diramën. Kërkoj llogaria të kryetarit tënd, se si ki ka bërë lëmë se u ka vjedhur pronat qytetarëve në Bregdet. E ke pyetur Ti kaq shumë sa që tani e morë vesh që e ke pyetur ndonjëherë ata apo Pyetja një sekond, apo të bën përshtypje vetëm korrupsioni e Diramës. Po pronat që po vidhen aty jo, Pano, bën përshtypje apo s'bën përshtypje? morë vesh që Avokati, investorë strategjik, o Pano. Investitori e ke pyetur ndonjëherë atë kryetarin tënd, o Pano. Do marrësh vesh që mjekët merren me të sëmurën e pak. O Pano, do ritesh dhe çik akoma do marrësh vesh që shoferi ulet e makina. Pano, pyet e njerë kryetarin tënd për pronat në Bregdet, pyet e një sekond, se s'ka afer ku nuk i ka futur Turinj. Nuk ka afer pronash në Bregdet, nuk ka afer pronash në Bregdet ku nuk ka futur Turinj. E ke pyetur ndonjëherë? Ty të bëjmë përshtypje apo s'do bëjmë përshtypje? Kallzoj penalisht. Është, një sekond, nuk është detyra. Jo, po ku do më kallzoj muaj? Ku më kallzoj muaj vetëm në burg direkt? Akoma jo? Ka përshtypje se do shkosh. Pyete. Po punon akoma, po bën kallëzimin. Akoma bën kallëzimin. Pyetja e... Kopsit për zotin, kam sinqerisht ta ka kopsit. Ore, do t'ja bëj pyetjen e fundit tani, Agron me që jenë në folur. Nuk ka afer korruptive që ka të bëj me pronat në Bregdet që nuk është i përfshirë kryetari i koalicionit ku ti. E ke pyetur ndonjëherë të bën përshtypje? Apo të bëjmë përshtypje vetëm? Jo, nuk është përgjegjës. Jo, bën përshtypje shkemë të, se ka kryetar tjetër. Se ka kryetar. Përgjegjës këmë. E bën përshtypje, Ka tjetër Agron, fillon ti çfarë? Çmendim keni për oligarkët dy fjalë, në Top Channel që një avokat merret me prona. Ti duhet të ishe i vetmi njeri në Shqipëri që ka mësuar nuk e ka mësuar në vend tjetër. Po le të mbrojë vetë ai nuk e pse ta mbrojë. Po kjo unë vjer blof juve që ju kur bëhet fjalë për ministra dhe për deputet, ju nuk justifikoni. Ky është problemi që kur juve kur bëhet fjalë për korrupsionin e Diramës, ky bushati po habitet. Ky bushati sa vjen dhe po se ky nuk habitet. S'është i ri, ai ka qenë deputet. Por tani po habitet vërtet. Si Topi, si këta të tjerë. Ylli, ti ke bërë emision sot për të shkatruar Partitë e Reja. Partitë e Reja këto Pano Ti shkatruar këto, unë e kuptova qëllimin. Të tuaja janë ndërtuar. Forca e tretë politike në vend. Për oligarkët çmendim. E dyta në I ke thënë vazhdimisht ke fort dhe me emra. Tani ke bërë emision për oligarkët të njëjtën gjë. Oligarkët e kemi thënë. Për ke gabim Ylli tani. Për ke gabim ne kemi bërë nisma. Kush ka qenë kundër koncesioneve? Tani te oligarkë vetëm këta, po ju kush përfiton ju koncesionin? një emër sulmoni ose dy. Po përse u prish? Jo oligarkët të tjerë. Ka bërë Ishtësia ka bërë... E keni marrë atë të check-up. Keni bërë të check-up. Copa. Do mendimin tim për oligarkët. Kryetari Panos e di mirë se pse është sekseri tyre. Pyete një sekond, janë shpallur investor strategjik disa oligarkë dhe ndërmjetës kanë Adriatic Lapajn. Pyete një sekond. Po nuk është kryetari Panos ai tani. Pano është kryetar për vete. Jo, është shumë i koalicion. Pano është kryetar në partinë tjetër mo. Dgjoj. Pyete pak. Ore Pano është kryetar dhe... Kam një tjetër unë që është bashkëkryetar dhe ai është mjek. Ai ka mjekuar të gjitha. Pyete pak. Shiko, unë do t'ju pyesja... Edhe lidhur me oligarkët. Është një sekond. Ka mjekuar, tjetri është avokat. Edhe ti tani e kuptoj që avokati merret me këtë punë. Ça ndërmjetson pronat? Agron, ti e... Ndërmjetson pronat. Të bën avokati, ndërmjetson pronat në Bregdet. Kemi problem. Jo më që po flasim për oligarkët. Duhet të rritësh intensitetin e të kuptuarit, lasë e ke poshtë. Thjesht këshillova Yllin që për oligarkët. A do flasim është ekspert. Edhe pak kohë na ka mbetur nga... Tani do flasim... Nga jeta Tani do të pjesësh ma për oligarkët apo jo? Po folë... Apo fola. E thash për oligarkët? I keni thënë ju dhe e kam... Bushati s'po flet, unë s'po flas. Bushati tani do thot në konkluzion... Jam në garë. Ka bërë emision vetëm për ta të dy. Bushatin tani ne nuk e futim në garë. Ke bërë emision për të shkatruar këto Partitë e Reja. fake opozitën.
Bushat ti tani... Po ti nga e di që... Unë desha t'ju thoshta dhe cilat janë 3 pika, po unë do t'ju thres pano. Desha cilat janë 3 pika tu e 3 pika, po do t'ju thres më vonë. Jo, veqe. Unë thash ka bërë emision për të goditur fake opozitër. Tani, Ylli. po fake opozit këtë quëndi tani, se kështu... Fake është gjithka për me Do e shohësh në 12 maj. Ushat ti si e kuptove këtë që bëm me tani sot, këtu pjesën e dyta po. Se erion veli u folë me këtu. Jo, ka një problem, e kupton, do me thënë, mua, pamërsi sa do parimore duken mos marrëveshjet midis tyre, kam një problem, që këto janë mos marrëveshje që kanë vlerë në një vend, ku ka garë të hapur, ku vota është e lirë, ku njerëzit votojnë në mënyrë të lirë. Tu ne kemi lubin atje që do i rafshojt gjithë, edhe Tedin, edhe Panon, edhe Agronin. As ka shans. E kupton, kështu që... Këta të tjerët po, dhe njerëzit që na shofin, thonore për çfarë zje këta, të gjithve ne bashkë do na vjedhe dikush tjetër. 84 thot kylle 40 këta... Po ke gabim, po prap nuk dëgjon Ylli. Po nuk merë Partia e Lirisë, Ylli. 12 kandidat kam, Ylli. Ju fitoni 12 o zotri. Ne po luftojmë... Por bashkë me ata meni 84. Ne do japim kontributin tonë si force... Ti e dramës im një 20 atë... Opozitare në vënd... 20 mund t'i mbeten e dramës. Ne do japim kontributin tonë bërna këti koalicioni, së pari me objektivin për të marrë 50.000 vota, për t'ja dhënë ne koalicionit 50.000 vota, dhe për të bërë çdo përpjekje që ky koalicion të arrijë numrin 84. 84. Aleanca. Ndërkohë që ne bëjmë këtë debat këtu, ata janë duke blerë votat e diasporës, janë duke i dhënë para njerëzve, i marrin kartat se ti e din që mund të votosh për njërin nga këta këtu, kështu që më mirë mos shkosh fare. Pra ata po mbarojmë punë. Ne tani zihemi jo baballarët, jo listat e mbyllura, listat e hapura. Në këtë kuptim, duket shumë debat që nuk ka lidhje me realitetin e zgjedhjeve tona. Zgjedhjet i ka mbyllur ai vlla kasapi. Nuk duket thot. Tani, unë them që do të bëjnë edhe një pyetje, po do t'ju thres përsëri se ka zgjedhjet janë sa kohë mbeten? Janë 2 muaj. Vetëm na lërë të përgjigjemi se... Jo, mbaruam tani. Mbaruam. Ti thua të vazhdojmë akoma? Valla, hajde se. Jo, 10 ora. Jo, përse ka vajtur vonë. Po, një kolegu ynë, për pas se ta mbyllim që t'ju sem faleminderit, unë e të gjithë më shkruan. Unë e falenderoj shumë, do me thënë që morë pjesë e të gjitha, por situata, thotë, pasi e ka ndjekur dhe i bashkë me ne, Luci Dervishi, i janë, thotë, telegramit irlandes. Situata që kemi ne, situata që përjetuam dhe këtu, kush është autori i mesazhit? Në të gjithë vendin. E thash pra, Luci Dervishi. Profesori nderuar. Telegrami parë është kështu. Situata është serioze, por jo e pashpres. Telegrami dytë, thotë, situata është pashpres, por jo serioze. Pra, paka shumë, brenda kësaj filozofie jemi në vendin ku jetojmë, të nderuar të shikus, të 2 telegrameve që sapo unë ju citova, që i dërgoj kolegu ynë. Tani, mesazhi i dytë do të pse ma lexove emrin, besa? Kë? Mesazhi i dytë i lutit... Mësuare se lexoj gjithmonë. Jo, s'kishte këtë kishte. Vetëm këtë kishte për 2 telegramet irlandeze, të cilët... Dakord. E njëta gjë është në përgjithësi. Unë ju falenderoj shumë, ne do t'jemi në studio përsëri, po flasim, por ndërkohë Bushati thotë që ata janë duke bërë punë shumë. Po dhe unë kam idenë që edhe ju punoni për të mbërritur të rezultatet që ju doni e gjitha.